Alergologjia është një ndër degët më të reja të mjekësisë, e cila ngërthen në vetë sëmundje dhe patologji të ndryshme, me bazë tek alergjia. Alergjitë ndahen në grupe ushqimore, medikamentoze, të kontaktit ku përfshihen substanca të ndryshme kimike dhe alergjitë inhalatore. Sot, Dr. Dugaxhin Zogaj do të na informojë më shumë rreth llojeve të alergjive tek fëmijët. Gjithmonë ekziston një predispozitë gjenetike për të shfaqur alergji dhe ne në mjekësi kësaj pune i thojmë atopi. Do thotë është një pacient atopik i cili është me predispozitë gjenetike për të shfaqur alergji të ndryshme. Përveç alergjive ushqimore që janë shumë të rëndësishme, sepse normal që alergjitë ushqimore janë shumë të shpeshta te fëmijët, pasi që jemi në sezonën dimrore, vjeshtë e dimër, alergjitë më të shpeshta janë alergjitë e rrugëve të frymarrjes, do thotë alergjitë inhalatore, që siç e përmenda pak më herët janë lagështia, pluri i shpisë, epiteli i kafshës shtëpiake. Doktori shprehet se tek këto lloj alergjish shpesh mund të krijohet një konfuzion gjatë diagnostifikimit, pasi që simptomat janë shumë të ngjashme me ato të gripit dhe rufës. Problemi i sëmundjeve inhalatore të fëmijët është se unë shumë shpesh në bashkëbisedim me pacientët ose me prindërit e tyre, ju them gjithmonë alergjitë e rrugëve të frymarrjes janë sëmundje në thojza mashtruese, për arsye se simptomatologjia e tyre është sikur një ftofje, sikur një flamë, sikur një grip. Edhe mund ngatrohet lehtë. Shumë shpesh mjekët jo gabimisht, po duke mos shkuar në dërmend me njëherë alergjia, i trajtojnë sikur një ftohje e sapi. Simptomat e para gjithmonë pra janë teshtimet, kruarje hunde, bllokime për rrjedhje hunde, syt skuqen, kruhen, lotohen dhe në kontaktin e parë me mjekun, pacientëve gjithmonë hyjpet përgjigje, pas ka imuniteti, pas ke ftohje, e tjera, që faktikisht nuk është e vërtetë. Alergjitë identifikohen përmes testeve. Ekzistojnë 2 lloj testesh, të cilat përdoren tek personat që shfaqin simptoma të alergjisë. Testimet janë 2 lloje. Do thotë është një test kutan, testi alergjik lëkuror, i cili është shumë i thjeshtë dhe i cili bëhet prej moshës 3 ose 4 vjeçare, varësisht pak edhe prej konstitucionit, prej gjendjes, prej sa është i rritshëm, sa është i zhvilluar pacienti, ndërsa kjo bëhet do thotë prej moshës 3-4 vjeçare e sipër, dhe është një test tjetër që quhet IgE specifike, pra përcaktimi i alergjive nëpërmjet gjakut, nëpërmjet serumit, që bëhet prej moshës 8 vjeçare e sipër. Do thotë nëse ne diskutojmë sot për sëmundjet alergjike të fëmijëve të vegjël, atëherë mund të diskutojmë vetëm për ata që të cilët janë 8 muaj e sipër. A na tregon pak për këto analiza, për këto mënyra se si i zbuloni llojet e alergjive? Testi i alergjisë kutan që ju thash janë këto sete diagnostike që i kemi para vetes, ku njëri prej tyre është testi ushqimor dhe tjetri është testi inhalator. Këto pra përmbajnë në vete... Këto janë alergjitë ushqimore, ushqimet më të shpeshta, të cilat shkaktojnë reakcione alergjike tek popullata, dhe ky grupi tjetër janë reagjentet inhalator, do thotë alergjitë e rrugëve të frymarrjes, ku përfshihen polenet e ndryshme, lagështia, myku, pluri i shpisë, epiteli i kafshëve të ndryshme shtëpiake, të cilat japin probleme tek pacientët. Të gjitha këto pra aplikohen në lëkurë? Në lëkurë, në dorë, në parakrahun e pacientit, dhe bëhet një shpim shumë i thjeshtë dhe pritet 20 deri në 30 minuta. Pastaj, mbas asaj e shohim reagimin se cila prej këtyre pikave ka skuqje, kruarje, ajtje. Dhe mbas asaj përcaktohet se ku është alergjia. Ndërsa alergjia nëpërmjet gjakut, nëpërmjet serumit, pra IgE specifike bëhet në laboratorik, nëpërmjet gjakut, që gjithashtu bëhet këtu tek ne, merret gjaku i pacientit, pa ajo dën një ditë punën, të thotë normalisht, nëse sot e marrim, nesër kryet, ndërsa kjo piku është gjëja më e thjeshtë që ekziston, bëhet për aty dhe shumë komode, pacienti vetë e sheh se si po reagojnë ato alergjenet e ndryshëm në lëkurë.
Nëse këto alergji nuk trajtohen në kohë të duhur, doktori thotë se mund të shfaqen komplikime të rënda në rrugët e frymarrjes, duke shkaktuar edhe astmë bronkiale. Duke pasur parasysh që rrugët e frymarrjes janë një gyp i pandashëm, do thotë gjithë ata pacientë që fillojnë me një rinit, me një rufë që thojnë, ose me konjunktivit, me probleme të syve, me kalimin e kohës ndjeshmëria zbret poshtë, ecë poshtë dhe pacientët papritmas kanë probleme me kollitje, vazhdojnë me ftofjet shpeshta dhe problemi përfundimtar është ai i astmës bronkiale. Sa ndikon edhe sa keni vretur ju që po ndikon ajri i ndotur ndoshta? Ajri i ndotur është një prej faktorëve, do thotë nxitës, gjitha këto alergji për të cilat na po flasim sot, edhe poleni, po edhe pluni i shtëpisë, kanë qenë gjithmonë prezente, edhe me vite shumë më herët, por me ndotjen e ambientit, do thotë me pyetja juaj shumë e qelluar, ka ardhur deri te ashpërsimi, te gërsimi i alergjeneve të ndryshme. Dhe kjo normalisht që e rrit shumë damin e alergjenve. Për trajtimin e këtyre alergjive luajnë rol disa faktorë kyç, që sipas doktorit duhet t'i kemi gjithmonë parasysh. Në momentin që ne përcaktojmë një lloj alergjie, ta zëm tani këtë sezon pluri i shtëpisë, është më i shpeshti që na jep probleme, në ato raste për mjekimin e rrugëve alergjive të rrugëve inalatore, gjithmonë duhet të luftojmë, si themi, në 4 fronte të ndryshme. Fronti i parë, apo rruga e parë që duhet të njekim, është edukimi i pacientit. Diçka që po bëjmë ne sot, për shembull, sipërfaqësisht, duhet me tregu masat preventive, masat parandaluese, që mos të kemi kontakt, mos të bimë në kontakt me shkaktarin e alergjisë. Nën një. Nën dy, janë masat e kujdesit se si duhet me zbatu. Nën tre, është terapia simptomatike. Kur po them terapia simptomatike, e kam fjalën që për të njëjtën smundje, për të njëjtën alergji, pacientë të ndryshëm kanë me marrë terapi të ndryshme, sepse varet se cilin kohë, në cilin moment do të kapim ne smundjen. A do të jenë problemet fillestare, me hund, me sy, a do të kemi kolitje, apo ndoshta edhe pacienti ka filluar me pas edhe frymëzanie, dhe për të gjitha këto forma të ndryshme të njëjtës smundje, ne do të japim terapi të ndryshme. Dhe e fundit, po jo kryesorja, për pacientët që janë të moshës 6 vjeçare e sipër, është edhe një lloj vakcinimi, është imunoterapi specifike, është një lloj vakcinimi i cili ngrit nivelin e imunitetit specifik për vetëm atë lloj alergjie dhe nuk lejon që pacienti në të ardhmen të bëhet astmatik. Por kjo vlen vetëm për pacientët të cilët kanë moshën 6 vjeç e sipër. Duke u nisur nga fakti se alergjit janë të lindura, kjo qënë në përfundim se ato do të na përcjellin gjatë tërë jetës. Doktori thotë se tëra çfarë mund të bëjmë është t'i marrim masat parandaluese, të mos bijem në kontakt me shkaktarët e alergjisë, t'i marrim terapitë dhe vaksinimin, i cili zgjat 3 deri në 5 vjet, varësisht nga pacienti.